Pas fitores me Andorrën, Shqipëria tashmë mund të përgatitet lirisht për ndeshjet e play-offit të botrorit 2026. Shorti do të përcaktoj vetëm disa nga kundërshtarët e mundshëm të skuadrës së teknikut Silvinho. Pas fitores 1-0 kundër Andorrës, Shqipëria do të jetë për herë të parë në play-off. Tani kombëtarja shikon përpara, duke studiuar rregulloren dhe kundërshtarët e mundshëm. Play-offet do të përfshin skuadrat që janë renditur të dyta në grupet e tyre dhe 4 ekipet më të mira nga Nations League që nuk janë kualifikuar drejt për drejt. Duke qenë se Shqipëria nuk është kokë serie në play-off, por momentalisht përfshihet në vazon e tretë, Shorti do ta vendoste fillimisht përballë një skuadre të dalë nga vazo e dytë, por cilat përfshihen në këtë kategori. Aktualisht, asnjë kombëtare nuk është matematikisht e sigurt për pjesëmarrje në play-off, me përjashtim të Skocisë. Renditja në vazo bëhet në bazë të renditjes së FIFA-s të skuadrave të renditura në vendet e dyta të grupeve të tyre. Vetëm vazoja e katërt përfshin 4 skuadrat më të mira të Nations League, që nuk kanë arritur të zënë vendin e parë ose të dytë në grupet kualifikuese për botror. Sipas renditjes aktuale, Shqipëria mund të përballet në gjysmëfinale me një ndër Republikën Çeke, Hungarinë, Slovakinë apo Skocinë. Në rast kualifikimi për në finale, Shqipëria do të ndeshej me një kundërshtar të çfarëdoshëm, pavarësisht vazos në të cilën bënte pjesë në gjysmëfinale. Aktualisht në vazon e parë janë Italia, Turqia, Ukraina, Polonia. Në vazon e dytë janë kundërshtarët e mundshëm të Shqipërisë, pra Republika Çeke, Hungaria, Slovakia dhe Skocia, ndërkohë në vazon e katërt janë skuadrat e rikthyer nga Nations League, Walesi, Rumania, Suedia, Irlanda e Veriut. Në vazon e tretë, për momentin është Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnia-Herzegovina dhe Kosova. Për të siguruar pjesëmarrje në botror, 16 skuadrat që arrin në play-off nuk do të përballen me një kundërshtar të vetëm, por do të duhet të kalojnë 2 raunde. Mekanizmi parashikon një gjysmëfinale dhe një finale të dyja me eliminim direkt, dhe ndeshja do të zhvillohet në fushën e skuadrës më mirë të renditur në klasifikimin e FIFA-s. Shqipëria aktualisht është e 61-ta në renditjen botrore, është teorikisht jo favorite, por humbja në Palermo e një skuadre si Italia kundër një kundërshtari si Maqedonia e Veriut para botrorit 2022 tregon se në këto ndeshje ka rëndësi mbi të gjitha momenti, llogaritjet dhe strategjitë tepër ambicioze, të cilat mund të jenë të rrezikshme. Me skuadrat më të mira tashmë pranë kualifikimit të drejt për drejt, kuqezin duke mbyllur grupin në vendin e dytë, do të kenë gjasa të jenë në vazon e tretë, duke luajtur kështu ndeshjet e marsit përpara publikut kundërshtar. Pamja e plotë e play-offeve do të përcaktohet përmes shortit, ku do të marrin pjesë 16 skuadrat e kualifikuara, i parashikuar në nëntor, me njerë pas përfundimit të fazës së grupeve. Shorti do të përcaktoj çiftet për ndeshjet që do të zhvillohen më 26 dhe 31 mars. Botrori 2026 do të nisë rreth 3 muaj më vonë, duke shënuar një ndryshim historik. Për herë të parë, turneu do të ketë 48 skuadra pjesëmarrëse, duke zgjeruar formatin tradicional që përfshinte 32 kombëtare.